Përshëndetje miq të nderuar nga kudo që po më dëgjoni. Me pyetje dua ta nisi këtë video ndër më interesante që i kam shpjeguar deri më tani për të pa rrezikun i cili po sillet edhe rreth Ballkanit, rrezik në të cilin për momentin është Turqia. Pyetja e parë. Pse në këtë kohë, si asnjëherë më parë, në Turqi po flitet për nevojën e dhezjes së motorëve të aeroplanit për të lëshuar në aksion? Për sa o fjala? Si po i punon Izraeli pas shpinë e Turqisë dhe cilin shtet për momentin e ka aleatin kryesor kundër Turqisë? Pse pikërisht atë shtet dhe pse Shqipëria është duke luajtur bisht, ndoshta me fatin e saj, teksa i është ofruar kaq shumë Izraelit dhe po rrezikon marrëdhëniet e saj me aleatin historik Republikën e Turqisë. Këtë pyetje dhe të tjera në vazhdim janë tema bosht në këtë video, të cilën do ta dëgjojmë së bashku me izën e Zotit. Për ta kuptuar thelbin më poshtë, me patjetër e shoh se duhet kthyer disa dekada prapa për ta kuptuar njërin prej ngjarjeve më të mëdha që kanë ndodhur pas luftës së dytë botërore dhe pas frikës së fillimit të luftës bërthamore midis Bashkimit Sovjetik dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga rajoni apo regioni apo toka e Kubës. Pse disa po mendojnë aq rënd në lidhje me gjendjen e tanishme dhe pse disa shtete me hesap kanë vendosur me hangër kryet e vetë. Dhe edhe njëherë, për me kuptue se çfarë do të shpjegohet poshtë, po lëshohem sadopak në disa fakte historike. Do të kthehem disa dekada prapa. Operacioni i dikurshëm i Çipros në Turqi, i koduar si operacioni Atila, ishte një operacion ushtarak i nisur në Çipro nga forcat e armatosura turke me 20 korrik 1974 dhe atë me urdhër të kryeministrit të atëhershëm të Turqisë Bülent Ecevit. Para se Turqia të ndërhynte në Çipro, po atë vit, ushtria greke kishte pushtuar thuajse tër ishullin. Pas fyrjes së ushtrisë turke aty, Greqia detyrohet të tërhiqet deri atje ku ushtria turke ja vizaton vijën e kufirit në hartën përpara. Kjo ngjarje, edhe njëherë po them, ishte e dyta më e madhe që kishte ndodhur në botë pas luftës së dytë botërore. Megjithëse që Turqia atë botë u arsyetua se operacioni u krye në përputhje me nenin 4 të marrëveshjes së Zyrihut dhe Londrës, Këshilli i Sigurimit i Organizatës së Kombeve të Bashkuara, me rezolutën e tij 353 të datës 20 korrik të vitit 1974, e kundërshtoi ndërhyrjen turke me fjalët si më poshtë. Kombet e Bashkuara janë seriozisht të shqetësuara se kjo luftë ka krijuar një mjedis që përbën rrezik serioz për sigurinë dhe paqen ndërkombëtare. Të gjitha shtetet duhet të respektojnë integritetin territorial të Republikës së Çipros
ndërhyrjet e huaja ushtarake, thuhet në rezolut, dohet të ndalen me njëherë. Ndërsa, në rezolutën numër 550 të datës 11 maj të vitit 1984, 10 vjetë ma vonë, e OKB-ja e përshkruan situatën si një pushtim turk i papranueshëm. Për ta kuptuar çfarë loje i bëhej Turqisë dhe turqëve në Çipro dhe gjithandej në Evropë, më lejoni ta përmendi edhe një fakt shumë më interesant. Të gjitha këto do t'i ndërlidhi pak më vonë me vizitën e kryeministrit britanik të djeshme në Ankara dhe detyrimin që i u bë Britanisë për të lëshuar pe dhe më në fund të dërzohet dhe tija shes Turqisë 40 aeroplanet e kërkuar hiq më pak se që 20 vite. Asambleja parlamentare e Këshillit të Evropës në rezolutën e saj 573 të datës 29 korrik 1974, vish dëgjone, thot se operacioni i parë, do me thoni i Greqisë, ndërhyrja e Greqisë në Çipro, u krye brenda kuadrit të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe konsiderohet si një ndërhyrje ligjore. Ndërsa operacioni i dytë, pra i Turqisë, i cili vendosi kontroll mbi një zonë të caktuar të ishullit, nuk konsiderohet brenda këtij qëllimi të lehtëshëm juridik. Shumica e rezolutave të organizatave ndërkombëtare të atëhershme e përshkruanin situatën si një pushtim të palitshëm, ndërsa Turqia mener me thonë as atëherë e as deri më sot bash kujna nuk ja ka vnue veshin. Shka është problemi i Çipros? Çfarë dreçnie ka aty me Greqinë dhe ku është sentenca kryesore e starmer në Ankara dhe me se ndërlidhet këto tani Izraeli pas njohjes së Palestinës nga ana e Britanisë. Miq, pak histori. E dini se e kam marak historinë, bile jo historinë, po atë pjesën analitike të historisë, jo për shkrimin e ngjarjeve, po atë formën qysh e porosit Kurani, lexoni ngjarjet historike për të mësuar nga e kaluara, që ta bëni me to më pastaj me brumin e tanishëm se ndërtimin e së ardhmës suaj më të mirë. Konfliktet e para midis turqëve dhe grekëve në Çipro dhe rreth Çipros fillojnë në vitin 1920, 8 vjet para skadimit të afatit të Qiras të vitit 1920, fjala është kur Perandoria Osmane, sigurisht e detyruar, i alëshon ishullin e Çipros Britanisë në vitin 1878 për si një marrëveshje qirajeje 50 vjeçare. Këto konflikte ishin fillimisht mosmarrëveshje politike, por që më vonë marrin përmasa deri në parametra genocizal ushtarak midis turqëve dhe grekëve Çipriot në Çipro. Në ndërkohë, të nderuar, pasi e merr Britania me qera nga Perandoria Osmane ishullin e Çipros në vitin 1920, në ndërkohë Greqia pa miratimin britanik dhe në kundërshtim me vullnetin dhe interesat
britanike në ishull fillon të organizoj një referendum për t'ja bashkuar Qipron Greqisë dhe natyrisht hapi i dytë për largimin e britanikëve nga aty dhe hapi i tretë final që ishte target largimin me çfarëdo mënyre të edhe turkut të fundit nga atdheu i tyre 700 vjeçar në Qipro. Lëvizja për pavarësi që u organizonte më shumë nga grekët të cilët e kishin populluar tani Qipron, zgjat deri në vitin 1950, ndihmohen shumë nga bota ortodokse dhe natyrisht nga Bashkimi Sovjetik, Ermenia, Serbia, Bullgaria, Romania dhe vendet të tjera ortodokse dhe kështu kjo luftë kundër britanikëve dhe ekzistimit të turqëve aty zgjat apo hap rrugën e krijimit të një republike të Qipros, bazuar në marrëveshjet ndërkombëtare që do të bëhen në vitin 1960. Shpresoj të mos ju lodhim me data, por siç po mundohem, mos them siç e kam zakon, siç po mundohem vazhdimisht që temën për të cilën flas dhe ju për të cilën po harxhoni kohë me e dëgjuar ta kuptoni në esencë. Dhe duke i kuptuar këtë tema në esencë, edhe një herë po e përsëriti fjalin që ndoshta e kam bë rutinore, mozaiku i ngjarjeve globale copza do të plotësohet para syve tuaj edhe më mirë. Grekët megjithatë refuzuan të pranonin një shtet të përbashkët me Turqit pas tërheqjes së Britanisë nga ishulli në vitin 1960. Edhe e refuzuan dëshiren, vullnetin, kërkesën britanike, por natyrisht insistimin e Turqisë. Grekët Qipriot vendosën të merrnin nën kontroll të plot gjithë territorin e ishullit në shkelje të marrëveshjeve ndërkombëtare dhe të një farë kushtetute që ishte bërë aty, e fill pas kësaj fillojnë sulmet, vrasjet, dëbimet, dhunimet, masakrat dhe çfarë do tjetër që kanë mund të bëjnë mbi popullatën muslimane në përgjithësi e në veçanti mbi atë turke. Model i Selanikit, modeli grek edhe me shqiptarët, se si ka arrit pas shpërbërjes së perandërisë osmane ti vras dhe masakroj gjithë ata shqiptar në Greqi dhe ta pastroj Greqin definitivisht nga faktori musliman e në rastin konkret nga shqiptarët. Çfarë ndodhi më pastaj? Ndodhi traktati i Zurichut dhe tjetri i Londrës. I pari u nënshkrua me 11 shkurt të vitit 1961 midis Britanisë, Greqisë dhe Turqisë dhe natyrisht komuniteteve greke dhe turke në Qipro. Ajo marrëveshje, ai traktat përcaktoi statusin e popullit Qipriot si shtet i pavarur dhe miratoi kushtetutën e Republikës së Qipros. Pala greke e përfaqësuar nga kryepeshkopi Makarios, atë botë në bashkën 74-ën rastësisht kemi qëllua familjarisht në Turqi. E di se si fiknin dritat natën, me javë të tëra natën nuk ka guxue askush me i dhez dritat në përshtëpia me qirin dikun, si larg kemi jetue, për shkak të frikës së intervenimeve jo greke,
por të vendeve evropiane mbështetëse të Greqisë dhe Çipros greke, si edhe përmendej intervenimi amerikan. Se deri ku ka pas shkue mosmarrveshja midis Turqisë dhe Amerikës, e kam shpjeguar në një video të kaluar. Më parë, kur kam thënë se prishja e raporteve të Turqisë për shkak të Çipros me Evropën dhe SBA-n, dhe duke u përshkallëzuar kjo prishje dhe kjo ftohje e marrëdhënieve deri në përmasa sa shkëputen të gjitha marrëdhëniet ushtarake dhe diplomatike midis Ankaras zyrtare dhe Washingtonit zyrtar, në vitin 1979 Turqia detyrohet që në përmes edhe njëherë Bülent Ecevitit, kryeministrit të atëhershëm, ti thot Bashkimit Sovjetik merhaba, nuk je i penguar nga unë dhe pason invadimi sovjetik i Afganistanit. Vitet e fundit të 70-tave dhe vitet e 80-ta, si rezultat i Çipros dhe të tjerave, konsiderohen vitet të cilat i vën themelet e një bote e cila me sa po shihet do të vazhdoj së paku për 100 vjet nga fundi i viteve 1970. Sido që të jetë, kryepeshkopi i cili më pastaj do të zgjidhet kryeministër dhe president i Çipros, e nënshkruan një dokument si palë qipriote greke, ndërsa nga pala turke e nënshkruan Fazıl Küçük i atëhershëm, marrëveshje kjo e cila parashihte ndaljen e konfliktit dhe uljen në tryezë për bisedime për të ardhmen e Çipros. Marrëveshja pasuese e Londrës e 19 shkurtit të vitit 1961 siguron themelimin e Republikës së Çipros si shtet i pavarur me 16 shkurt të atij viti. Kushtetuta e bërë paraprakisht e vitit 1960 e Republikës së Çipros zgjati vetëm 3 vjet, për shkak se grekët Çipriot donin me patjetër largimin fizik të turqve nga Çipro dhe të paret më pastaj para tyre grekët, të cilët i nxisnin grekët e Çipros dhe Çipriotës për të kryer masakra mbi popullatën turke. Filluan konfliktet e armatosura midis dy palëve. Grekët për një natë vrajnë 364 turq dhe kidnapojnë 700 të tjerë, shumica prej tyre gra dhe fëmijë. Gazeta britanike Daily Telegraph pas 3 javë më vonë e përshkruan ngjarjen si një program i papranueshëm antiturk, në të cilën po mundohen pastrimin e Çipros nga popullata turke. Në letrën e famshme të datës 5 qershor të vitit 1964, presidenti Amerikan Johnson shkruan se SBA-t kundërshtojnë çfarëdo pushtimi të mundshëm të jashtëm të Çipros dhe nëse ndodh nuk do ta ndihmojnë asnjërin palë nëse ndërhyrja e Çipros në ndërhyrja e Turqisë në Çipro do të çonte në një konflikt me Bashkimin Sovjetik. Shiqoni ngjarjet si po shkojnë, si përsëritet historia dhe si tani Britania nga njëra anë dhe Izraeli në anën tjetër janë të involvuara më së shumti në problemin e Çipros, natyrisht pas Greqisë.
pas masakrave që bëhen mbi turqet, ku direkt përzihet ushtria e Greqis, Turqia një ditë detyrohet të ndërhyj dhe të invadoj veriun e Qipros dhe të konsideroj pastaj Qipron, veriun e Qipros, si një qardak, balkon të vetin, nga ku tani ta shikoj me dheun e nesër nëse mund ta kontrolloj, dhe e shpall Qipron si vendi me rëndësi jetë a vdekje për Turqinë. Kjo është historia se si e bën nga viti 1920 e sidomos e korriku të vitit 1974, kur invadohet Qiproja veriore nga ushtria turke dhe deri në ngjarjet e sotshme. Çfarë ndodhi në këta muajt e fundit? Po e nisi nga një fjali të cilën e kam pas në fund të këtij shkrimi, miq. Për ditë lajme e çlajme e analiza në Turqi. Ajo në lidhje me Qipron, ajo e cila më ka bërë më shumë të përshtypje dhe e cila e hedhin në ajër idenë e ndezjes së motorëve të aeroplanëve, që Turqia të intervenoj ushtarakisht sa më shpejt, ishte pikërisht deklarata e ministrit të jashtëm Hakan Fidan, kur i bëri me gisht Greqis se nëse gabon vetëm një hap përpara e luan ka Qipro, ta din, po thët kështu me gisht, le ta din se përdorimi i pushkës është zanat i Turqisë. Mos të na detyroni që ta kthejmë historinë prapa dhe t'ju tregojmë se sa kemi qenë dhe sa jemi shumë më të mëdhej tani, dhe e dyta, thot Hakan Fidan, as nuk muj me imagjinue se ka asi koka trime në Greqi që mund të ndrojnë ta rimarin sërish Qipron. Qipro për Turqinë simbolizon jetën apo vdekjen. Çfarë ndodhi dhe çfarë është duke ndodhur këto ditë? Jenë baj zgjedhjet miq në Qipro, me që po foli për Turqien, një çaj me vijat jeshelta dhe pikat kuqe, çaj ruse. Zgjedhjet e fundit që ju mbajtëm para do jave, para do ditëve, në atë Qipron veriore turke, kanë nxit një vëmendje si rrallë herë në Turqi, në Greqi dhe në Izrael. E involvuar sipas metodave tani të njohura britanike edhe Britania e Madhe. Çfarë ndodhi? Betejë zgjedhore miq që u bë fushata nuk ishte aq shumë e ashpër midis dy kandidatëve kryesor që po konkuronin për president të pjesës turke të Qipros, por ajo që e bën më të rrezikshme dhe që i nxiti Izraelin dhe e nxite Izraeli këtë situatë, më tepër ishte një konkurrencë e ashpër midis dy projekteve kundërshtare që përcaktonin fatin e pjesës veriore të ishullit të Qipros për periudhën e ardhshme. Ishte koncepti i AKP-s, i qeverisë në pushtet, i Erdoganit dhe koncepti i republikanëve, i GHP-s, se dhe në Qipro janë parafërsisht kështu, i cili koncept, për shkak të rrethonave të krijuara në 12 muajt e fundit në Turqi, për shkak të malverzimeve, kriminaliteteve
e që po duket edhe terrorizmit antiturk brenda GHP-s, për shkak të situatës blokad brenda Partisë Republikane, e cila dikura ishte e Ataturkut dhe e GHP-s dhe e Ismet Inönüs, GHP-ja tani më është në gjendje të shkoj deri te armiku më i rrezikshëm i Turqisë, t'i bie në prahën vetëm e vetëm që ta shpëtoj partijen, ta shpëtoj bashkiakun Ekrem İmamoğlu që po mbahet në burg dhe ta stopoj kërkesat e sigurisë turke për të mos zbuluar gjithë atë që pas kështë ndodhur në Bashkinë e Stambollit dhe në Partinë Republikane. Pra, betejën midis dy kandidatëve nuk ishte betejë normale, por ishte betejë e dy koncepteve, njëri në mbrojtje të Turqisë dhe tjetri për shkak të situatës së krijuar është në gjendje ta shkallmos krejt Turqinë. Presidenti i Qipros Veriore turke në largim, Ersin Tatar, i cili është i afërt me Ankaran, natyrisht i cili përqafonte idenë e zgjidhjes me dy shtete si e vetmja rrugdalje nga kriza që është krijuar në Qipro, i humb zgjedhjet. Rivali i tij, kandidati i Partisë Republikane, Tufan Erhürman, vje nga bloku i cili besonte se zgjidhja e vetme është federalizmi dhe riintegrimi me Qipriotët grek. Të parët, këta shka janë në pushtet në Turqi, nëse shkohet deri atje detyrimisht të ndahet Qipro pra në dy shtete, ndërsa republikanët, GHP-ja thot se turqit duhet të riintegrohen brenda një shtetit të përbashkët. Më vonë zbulohet me që të nderuar se pas kësaj ideje është pikërisht Izraeli, dhe të cilën ide nuk e ka kundërshtuar Britania e Madhe. Edhe pak më vonë e spjegoj pse Britania tash me Turqinë kështu. Rezultatet në zgjedhje dolën jo siç kishte qef Ankaraja. Erhürman nga Partia Republikane fiton me 60% të votave. 9 muaj në Qipro është punue kundër të parit, krahu të Erdoganit aty, ndërsa 2 vjet sa ka zgjat lufta në Gaza, në Qipron greke është investuar në porte, në aeroporte, në rrugë, në çdo gjë tjetër për të pruar Qipro në një pozitë që do t'i nevojitej aeroplanëve evropian dhe amerikan, e natyrisht edhe logjistik për Izraelin në luftën e tij me vendet muslimane. Pavarësisht se fitoi Erhürman, Turqia zyrtare i ja uroi fitoren. Erdogan i tha se je dhe jeni e njëjta Qipro si që keni qenë deri më tani, fitoren e ke të merituar, ne do të mbështesim Qipron edhe më tutje, duke të bërë zotnit Tufan me dije se nuk luhet me fatin e Turqisë, i cili është i përcaktuar edhe me fatin e Qipros. Fitoria e Erhürman ju dha krah vendeve kundërshtare armike të Turqisë, ndërto natyrisht Izraelit. Në ndërkohë,
Ministria e Financave e Turqisë deklaron javën e kaluar se ka nda dikon afër 14 miliard lira, 8 diçka, 4 diçka, 2 diçka, afër 14 miliard lira ndihmes për Qipron, dhe se numrin e ushtarëve sa i ka aty 50.000 do ta qoj në 100 deri në 110.000 ushtarë. Do të krijon akademin ushtarake, universitetet e reja, infrastruktur, do të ndihmoj në zhvillimin si asnjëherë më parë, si një përgjigje turke, Britanisë, Izraelit dhe Greqijës, se Turqia nuk e ka njet me u largue nga aty. Para zgjedhjeve, miq, përderisa Erdogan fliste me një ton të një presidentit të shtetit, të cilën e konsideron Qipron si pjesë që i takon Turqisë, ashtu siç është, nuk po them i takon, po ashtu siç janë raportet, Devlet Bahçeliu, që është i MHP-s, partner koalicioni me AKP-n e Erdoganit, e lëshon një deklarat bomb në Turqi, kur thot se Parlamenti i deritanishëm i Qipros turke veriore duhet t'i anulloj zgjedhjet, të mos e pranoj fituesin që vije nga GHP-ja, përndryshe kërkoj nga shteti i Turqisë invadimin e Qipros dhe bërjen e saj si provinca e 82 e Turqisë. Pas kësaj deklarate natyrisht dhe pas fitores, Bahçeli tërhiqet për të treguar se ishte një deklarat e përshpejtuar, e cila më shumë tregonte vullnetin tim dhe të votuesve të mi, ultranacionalistët apo nacionalistët e Turqisë, se sa që ishte diçka e përgatitur më parë. Britania e Madhe, miq, ose para se ta them Britaninë e Madhe, pjesa jugore e ishullit, ajo që quhet Qipriotët grek, sot është bërë një bazë e rëndësishme mbështetje logjistike për forcat izraelite, përmes aeroporteve dhe bazave izraelite që i ka bë aty, dhe të cilat mbështeten nga forcat amerikane, evropiane dhe përmes bazave sidomos britanike që janë vendosur vite më parë në ishull. Britania në Qipron jugore e mban një zonë nën kontrollin e saj të plot pas pavarësisë së Qipros në vitin 1960. Kjo zonë mbulon një sipërfaqe prej 256 km2, ekuivalente me diçka mbi 3% e sipërfaqes totale të ishullit. Përveç kësaj, miq, pjesa jugore e ishullit ka hap porte për të pritur dhe i ka pritur anijet franqeze, britanike dhe gjermane si përforcim ushtarak, amerikano-evropian i përdorur për të ofruar shërbime inteligjente dhe ushtarake për Tel Avivin, në luftën 2 vjeçare në Gaza dhe në luftën e Izraelit ndaj të gjitha shteteve arabe që i ka sulmuar dhe i ka pas të targetuara. Tu e pa këtë situatë Turqia kështu, thash pak më parë, vendos që ta shtoj numrin e ushtarëve të vetë, me një infrastruktur super moderne, ku është duke i vendosur bazat e raketave të veta, të tankeve të veta, të aeroplaneve të vetë, dhe kështu Qipro ka ardhë
deri aty sa është bërë zona më e rrezikshme në Mediteran dhe në kontinentin e Evropës, ku sipas analistëve të njohur jo vetëm turq, Qipro mund të shndrohet në një zonë, në një pelg gjaku shumë më i rrezikshëm se lufta në Ukrainë me Rusin apo se lufta izraelite kundër palestinezëve në Gaza dhe në bregun perëndimor. Po Starmer që erdhi aty, sipas ekspertëve të njohur, muajve të fundit, Turqia i ka dërguar mesazhe serioze Britanisë se ose ti tërheq ushtarët e vet dhe kasarnët e veta, zonat e veta që i mban aty nga viti 1960, ose do të detyrohesh të ulesh në tavolinë dhe t'ia dhash përgjigjen Ankaras zyrtare në lidhje me tradhtinë që i bëhet Turqisë kur i jepet për 50 vjet me qera ishulli i Qipros, që i bie si kur marrëveshja e Lozanës t'i largohen të gjitha nenet dhe konditat e saj dhe Turqinë ta bëjnë pastaj shtet i cili vendos për fatin e teritorit të vet, pas shpërbërjes së Perandërisë Osmane, aq sa kanë vendos fuqit shtetet fituese të luftës së parë botërore. Britania, duke e parë rrezikun se çfarë është duke u përgatitur në Qipro, për t'i dhënë sinjal Turqisë se nuk është kundër saj, përkundrazi i mbështet përpjekjet e saj për një qetësi relative në Qipro dhe përpjekjet e saj disa dekadëshe për ta bërë Palestinën shtet, bëri Izraelit, siç po kërkon Qipron turke, bëri Qipros greke, e një shtetin e Palestinës dhe në ndërkohë, sipas kanaleve sekrete, diplomatike, Ankaran zyrtare e njofton se më në fund ka ardhur koha që Turqisë t'i dorëzohen aeroplanet e kërkuar për 2 dekada. Për te i kësaj, miq të dashur, që ju thash në status, murin tim atje, dhe që ju paralajmërova në videon e santme, lajme të cilat nuk janë në media dhe nuk thuhen në media. Përveç këto që i thash në fund, pra të kësaj kategorie, Britania e Madhe e siguron Ankaran zyrtare se do të ndikoj fuqishëm deri atje ku nuk mund të imagjinohet që ta detyroj apo ta bin Gjermanin që t'ia jep aeroplanet e kërkuar nga Turqia prej Gjermanisë. Pas këtyre bisedave të cilat bëhen, pas perdeve dhe në okulare tejet intime diplomatike të botës, Gjermania sipas të gjitha gjasave pranon, apo së paku kancelari gjerman vendos papritmas që ta vizitoj edhe ai Ankaran. Një qëndrim i ri, i cili po shihet si joshje apo ledhatim i Turqisë, sidomos pas afrimit të pabesueshëm dhe të paimagjinueshëm të shëbave me Turqinë dhe një doslaki në përmasa kumarije midis Erdoganit dhe Donald Trump. Një ndër njerëzit të cilët në mënyrë spektakolare i kanë vëzhguar, përgatitur, shtyr përpara dhe mbrojt këto projekte dhe këto hapa gjigant të Turqisë janë përveç Erdoganit edhe 2 persona teje të njohur në Turqi. Ibrahim Kalın,
profesor doktor Ibrahim Kalın, ish student i shëbave, profesor, njeri i cili ka krijuar institute kërkimore shkencore, njeri i cili ftohet me çfarë dëshmimi të kthehet nga Amerika, e fton Erdoani, siç është duke i prue që 15 vjet kokat më të vlefshme turke dhe të huaja në Turqi, duke e shndruar Turqinë në një ambient i dikurshëm britanik, apo i tanishëm izraelit, apo amerikan, që sa më shumë të bëj aty kokat të cilat do t'i shërbejnë Turqis dhe nga Turqia siç flitet atje gjithë njerëzimet. I dyti person i cili ka punuar dhe ka pru punën këto, me atë karizmën e tij, zgjuarsinë e tij dhe përvojën edhe në inteligjencë në mit, është ministri i jashtëm i tanishëm i Turqisë, Hakan Fidan. Kjo treshe, në kooperim me institucionet të tjera, e kanë prua Turqinë deri këto, sidomos në industrinë ushtarake, duke e nxitur dhe duke treguar gatishmëri që të investojnë edhe frymën e fundit, e bën Turqinë një prej shteteve më të forta ushtarakisht në botë, mesin e 5 shteteve më të forta, e dyta në botë si fuqi me tanke dhe aeroplan, dhe natyrisht e para ose e dyta fal nimeteve të Zotit me elemente të ralla. Deri në një video të radhës, natën e mirë.